Përshëndetje, atëherë unë quhem Sandër Muja, jam banor i fshatit Levan, disponoj tokë prej 10 lym. Familjarisht, e kemi punuar, jemi me taksa pagues, jemi në rregull me të gjitha këto. Kemi ardhur për ta punuar tokën, na del një kompani që pretendon që është pronar i tokës tonë që ne disponojmë prej 30 vjeç. E kemi përfituar me ligjin 7501. Kemi me formular, me aktin e marrës tokës pronësi. Kam marrë për ta punuar, më ka ardhur policia, më ka çuar në polici, më ka thënë je futur në një pronë të tjetrit, kur unë e disponoj me letrat të gjitha. Kam bërë kallëzimin dhe në polici dhe shohim që gjërat neve po na zvarriten dhe shoh dita ditës pikërisht toka ime është duke u mbushur me çakull tokë buke që unë posedoj tokë buke. Ju jeni vënë dijeni në momentin që kjo tokë është vënë me certifikat? Atëherë, neve jemi vënë kur unë e kam përfituar certifikatin e tyre në rrugë ligjore, e kam marrë, e shoh dhe këta e kanë përfituar në 2024 tokën tonë që ne kemi 30 vjet që e disponojmë. Çfarë kërkoni? Kërkojmë nga shteti që të shikojë të veridor dhe të merret me problematikën që ne kemi në tokat tona, sepse neve ushqejmë fëmijët dhe jetojmë këtu. Nuk duhet që neve ta lëm dhe tikim. Duam që ne të jetojmë këtu. Nuk duhet të lëm Shqipërinë se vjen një kompani dhe ne të na marrë tokën. Se ngrihet një drejtori, jep një certifikat mbi pronat tona, nuk është e drejtë. Kur un kam 30 vjet që e posedoj dhe e mbjell vit për vit. Kam foto të gjitha që unë kam pasur jonç, i kam mbledhur dengjet dhe në moment që unë i kam mbledhur ta kam futur dhe e kanë po e mbushin, janë duke mbathur. Keni të kultivuar tokën? Tashme neve kemi fillova për ta kultivuar dhe mua ma ndërpryen pllugimin në mes, që un kam foto posedoj të gjitha. Që un kam filluar, erdhi policia më than, këta janë me certifikat. Sa familje preken? Këtu preken rreth Këtu preken 14 familje dhe sipërfaqja është 130 deri në 142 lym diçka. E gjitha tokë buke. Të gjitha tokë buke që e vërteton qarku, nuk e vërtetojnë vetëm neve, e vërteton qarku që kemi vërtetimet që thot tokë buke, e familjes Zenun Muja, e familjes Tahir Muja, e familjes Gjin Gjini, edhe me radhë të tjerëve. Është e drejtë? Nuk është fare drejt. Ata e kanë tjetërsuar nga tokë buke, e kanë kthyer jo tokë buke dhe kanë bërë me certifikat në 2024 si mbas asaj që ne shohim. Si shpjegoni faktin që ju keni kaq vite që zvarriten burokracitë për të marrë certifikata, ata e morën shumë shpejt? Po këtë nuk arrim ta kuptojmë. Domethënë, kjo është ajo që neve na ka bërë që të dyshojmë. Si mund të arrijë, un kam 30 vjet, kam aplikuar disa herë, nuk marr certifikat, vjen ai në 2024 dhe e merr. Unë paguaj taks, unë për 2025 i kam të paguar tani taksat që duhet ta kisha të mbjell që fëmia im të ushqet. Duhet ta kisha të mbjell dhe ata nuk më lan. Taksat është 2025 të paguara taksat për të vit.